Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush plotson nevojën e vllait të tij besimtar, është sikur të kishte adhuruar Allahun gjatë gjithë jetës. Ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali na mëson se shërbimi ndaj njerëzve dhe ndihma ndaj vllait besimtar është një nga format më të larta të adhurimit. Plotësimi i nevojës së tjetrit, qoftë materiale apo morale, ka vlerë aq të madhe tek Allahu sa barazohet me adhurimin e një jete të tërë. Ky hadith thekson se Islami nuk kufizohet vetëm në adhurime personale, por realizohet edhe përmes solidaritetit, mëshirës dhe përgjegjësisë shoqërore. Ky hadith na nxit të mos jemi indiferent ndaj hallave të tjerëve, sepse duke ndihmuar njerëzit, i afrohemi Allahut dhe fitojmë shpërblim të jashtëzakonshëm.